Pirdhuni të tërë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Do më falesh një minutë, lutem, sa të mbushem pak me frymë se kam gjetur më këmbë 4 kate, domethënë 82 shkallë dhe një lartësi rreth 22-23 metra, e të gjitha këto I kam përshkruar për 23 sekonda e 700. Jo keq për një 50 vjeçar. Kjo tregon që akoma s'është kalë për plakushi, edhe pse 10 orë ri ulur në sedilin e makinës sime. Stërvitje më të mirë nuk paska, zotri. I ka pirdu, birë kurve. Falë, më bën vesh apo më shavena në kurvë ti? Më falë, una? Zotri, ju lutem shumë. Jo, më falë. Të lutem të kërkoj ndjes. Nuk e kam bërë kastilje. Çfarë the marr se bërë kastilje? Në fillim më shanë në putanti dhe pasaj pa pik turpi më kërkon ndjes? Gjargji, s'ke parë në një hund leshi? Kur pa jam në një torive që kanë shëtë ziza, marrë vesh apo ja? Zotri, më falni, doni prapë të kërkoj ndjes? Jam I smur. Kam atë që quhet sindromi fjalëve të pista. Ty rret sindrom. Them fjalë të pista. Bëj dhe gjeste të papëlqyera, po nuk është në dorën time. Miki, nuk e llogarit dot. Seriozisht veti apo? Ju betojmë që kjo është e vërtetë. Që kur isha 10 vjeç, deri tani që kam mbushur të 70-t. Kam 60 vjet që mjekojmë. Po kjo mut. Na mora vashti. E dëgjove? E dëgjova. Shkau. Kjo drejt sëmundje është e pashërueshme. Edhe mund të shëroj, po ta kisha kapur me kohë, po në boshën time. Koqe! Jo, mora vashti, Më fal. Jo, më fal ti mua. Të kërkoj ndjes, e shikoj që nga I smur, më fal, nuk e di nja. Jo, s'ka gjë, qetëso. Jo, më qetëso ti, jo. Qetëso, nuk është e repar që më ndodh kë keq kuptim. Pis! Push! Avash more. Po kjo është e tmerrshëm, si ke jetuar 60 vjet shumë ti. Do kur të zë derën, po më fal. Qëtë panik! No, për qëtëso, ti! Më fal të lutem. Kam një krizë të vogël, ka raste që më mbav vetëm 5 minuta, po ka raste kur më zë me shumë ngullim, Në, ku ta kesh? Qëtëso, në shpje kam, shko po duash, po dhe. Qëtëso, mare. Qërë më kjo simfonie tërë sharje shu? Kam 60 vjet që lek shu. Prandaj edhe kam 8 muaj që pres radhën takoj me këtë specialist të shquar. Thonë që është një nga më të mirët në botë. Qëso. Ullën qik. Jo një nga më të mirët, jo. Po si pas grua si me ky është më I miri. E ke dëgjuar? Po, më I miri. Edhe unë kam 13 muaj e gjysëm që pres takoj me ta. E merë më mënda pa jo. 13 muaj e gjysëm që bëjnë 576.000 minuta. Ose 324 milion e 400 sekonda vetëm për të takime, merë vesh apo? Edhe kam dëgjuar që pacienti po erdhi një herë dhe vizitoj këtu, s'ka nevojë të vijë më. Jo, ka thënë mua, nuk e di, mendoj me përvojën, me eksperiencë madhe që ka, s'ka nevojë, mjafton një vizitë dhe besoj se I jep drejtim sëmundjes. Inshallah qoftë për ju ashtu se me gjendjen time dhe me moshën që kam. Jo, këtu ke drejt për moshën më vjen keq, sinqerisht edhe si u quajnë Fred. Gëzojnë, mua më quajnë Vënson. Po, gëzojnë. Falë, po natën. Çfarë natën? Jo, keni kështu kriza, kështu shpërthime keni? Jo, natën fle. Fle, shumë mirë, fle. Po në gjumë kur je hidhesh, u përpjet hidhesh? Kur fle? Jo, kur fle si qënq. Sa mirë. Është mirë shumë. Shkëm falë, jam kurioz, sa herë në ditë ju ndodhin këto kriza? Ku I kam kontrolluar? Jo, prafërsisht. Nuk e di as, ka vajtur në mendje. Një minutë se rregullojmë tash, e kontrollojmë. Falë, më thej që je 70 vjeç apo jo? Edhe kjo sëmundje ka filluar në moshën 10 vjeçare. Pra keni 60 vjet që vuani nga kjo sëmundje dhe asnjëherë s'keni qenë sadopak kurreshtar për të marrë vesh sa u ndodh? As më ka shkuar në mend. Po, suqeso se ta llogarisun, se është shumë e thjeshtë, Po. Shiko, me savurare ju për 5 minuta kishit 5 kriza, që bëjnë 60 kriza në një. Sa? Tash këto 60 kriza I marrim dhe I shumëzojmë me 16 orë. Pse? E pa 16 orë se presupozohet që 8 orë fle.
Apo jo? Bëjnë 960 kriza në ditë, ke? Jo, prit, vash tashi. Se 960 kriza do t'i shumëzojmë, do më thënë, me 365 ditë që ka viti. Se ti s'ke pushimi avor, apo jo? Dhe bëjnë 355.400 kriza në vit. O, kështu si e thoni ju, kjo është e frikshme. Droj, se që ke pa dërushëm, dhe jo, tashi 355.400 do t'i shumëzoj me 60 vjetë smundje. Dhe bëjnë 21.024.000 kriza ke patur gjithë jetën tënde, pa të llogaritur gishtin e mezit. A fërsisht kjo? Unë të them eksaktëmo. O, po kjo kështu si thua nuk është e frikshme, kjo është e llaktashme. U të martov sa të tëmë. Faleminderit. Pas ke dhe fjalë më të emla nga njerë, shumë në rregull. Më fal. Po. Me ç'punë merresh se me sa kuptova profesor matematike nuk je një. Jo. Kur isha i ri ndroja të bësa një koqe. Po vash si me këto se na shmeta. Më shkau. E shumë të shkau, po. Ndroja të bësa avokat. Po. Do të isha shumë të formuloj një fjalë dhe fjali të bukura për të shpëtuar të pafajshme si dënuar pa drejtësisht. Mirë, po, me gjendjen time, i mendoni do styrat e gjykatëve në sallë me një avokat që ka zëngërç. Do bëj Waterlooja do bëj. Kështu që zgjodha një profesion që mund ta ushtroja vetëm në shtëpi. Po. Krijova një shtëpi të vogël botuse, 5 vjet më parë shita, tani jam pension. Do të qenë interesante si puna apo jo? Kam ndihmuar për të zbuluar talentet që sot janë të afirmuar. Po, të them të vërtetën, do desha të jetonja më shumë midis njerëzve. Drejt. Të jesha më shumë ose shesha. Ke drejt. Po ti? Unë të thashë, unë taksist jam. Jo, pse erdhe këtu? A këtu? Po këtu kam ardhur sepse si pas gruasime unë pas kam manin e shifrave. Thuaj shikur, kjo nuk duket. I tradhesh me mua kështu asi? Jo, më fal. Jo, di pse ta them këtë, sepse huqin tim, siç i thon, unë se ka probleme, unë e përballoj me shumë dinjitet, me shumë seriozitet. Mirë, po gruaja nuk e duron. Nuk e duron, ja bëj kokën dhall me shifrat, me llogaritë e mia, po nuk kam ç'bëj, sinqerisht po ta them nuk kam ç'bëj, duhet llogarisë çdo gjë nga mëngjesi deri në darkë. Për atë është një ferr, është një tmerr dhe ka të drejtë. Ndërsa për mua jo, për mua është një nevojë, është një relaks, është një domosdoshmëri. Fal, ajo çmutin do. Po çmutin do, Aq më tepër që gjesti juaj ju bën një rit rall të papar fenomenal. Gjesti juaj, mendja juaj llogarit me shpejtësinë e portës. Po jo. Më fal. Nuk ka aq shpejtësi të madhe tash. Jo. Më fal. Desha të them që mendja jote si raket ecën me shpejtësinë e dritës. Më fal. Nuk është nevojë të më bësh kaq shumë qef. Më fal. Mos kërkon falje tash. Të lutem, mos kërkon falje. Unë e mora vesh që nuk e bë kastile. E kuptoj shumë mirë situatën në cilën ndodhesh. Të lutem tash. Kupton? Vënson. Urdhro. Për kujdesi juaj më prek thellë. Të lutem, kam një gjë, të lutem. Se nuk është vetëm kjo, po gjithnjë sipas gruas sime un pas kam edhe, si thua, maninë e koleksionimit. Që do thot? Jo. Në fakt unë e pranoj që koleksionoj shumë gjëra, Çfarë konkretisht? Po gjëra që mua për shembull më ngacmojnë, gjëra që më tërheqin, duke u nisur që nga kapaçkat e birave, tapat e shisheve, shumë i dhënë, shumë i ndjeshëm jam as kanoçeve ivi. Mbledh shishe, karton, nga këto gjëra kështu. Do të thënë mbledh çdo gjë që njerëzit edhin në plerat. Të lutem tash, mirë gruaja, po edhe ti? Ja, më fal. E po si e lan tash? Jo, më fal që përmenda plerat. I zënje? Me kë? Jo, desha them i martuar je? Jo, tjetër historik jo. Deshe bëra njerë, po tamam në çastin e fundit, nuk me eci. Ja. Dhe kam frikë se ajo do të tërhequr se mos i thosha priftit. Po. Dëgjoj. Urdhë. Edhe unë në vendin e saj kështu do kisha vepruar. Po sigurisht ashtu do veproj. Ishte më mirë për të, për familjen, për fëmijët që do të bëni. Drejtë, shush. Dëgjoj Vënson. Urdhë. Kjo që kam unë nuk është e lehtë. Ke drejt. Fëmijë ke? Po kam dy. Të tërojnë. Faleminderit. Zonjë, grua më. Jo, s'ka problem, unë taksist jam, mund të lafosem për çdo gjë, s'ka ndonjë. Mirëmëngjes. Ka ndonjë problem kështu? Mikrobet? Aha, Më falni, e dini gjë ku ndodhet lavamani? Jo.
Po jo? Jo, nuk e di, po shiko ka i korridori, djathtas aty se mund t'i. Faleminderit. Çfarë manjake? Po sa që lëku i madh. O zot, çfarë manjake? Kërkon as të falu, pale. Edhe i me shoqe si kjo është, për sa kohë nuk i prek gjërat me dorën e vet, nuk i zihet. Edhe në hotel pun punë. Mirë se nuk kanë tenxheret dhe pjatat në restorant kur vem hapu. Të sëmura. E di që dhe të pastrurosh do gjë është gjithashtu një sëmundje? Vërtetë? Sinjalisht. Oh. Ka një emër, është rituali larjes së duarve, po ka një emër shkencor që është një çik më i komplikuar. Diku e kam në shënimet e mia. Lere, Është Lere, ma thuaj më vonë se po vjen tash. Lere. Më falni, doktori ka ardhur? Nuk e di zonjë, po e kërkoj. Ju dini gjë? Nuk e di, unë kam 6 minuta e 44 sekonda që po e pres në këtë. Prap kjo mërë? Një minutë, do ta gjej, ja. O idiotja! Vënson, po ç'ke me zonjën? Nuk e kam e tema, jo, e kam e atë që kam shpi me ti me shoqe. Më ka qarë kokën 82 herë, para se të pranoja këtë vizit idiote. Kur në vendin tim, këtu e sëmur, duhet ishte ajo, jo unë. E gjeta. Ha. Nozofobi. A me nozofobi që nga i me shoqe? Nozofobi. Frikë të merë lahtar nga mikrobet. Më falë, po sëmundja ime, ka ndonjë emër shkencor shë? Ka. Ja, pa s'ka arsye. Ka. Pa s'ka se unë jam mirë. Po, Ka. Na, urdo. Ha. Aritmomani. Që do të të çfarë? Njeri që ka kokën të bushur me shifra, që bën pa pushim llogaritje në kokë. Se s'tuati unë që nga mi smurë vërtet, derisa pas kam dhe emër shkencor kështu. Uj! O, zoti madh, po unë zhdesha këtu. Mirë jeni më? Më fal. Vasili që i dera? Ju lutem qetësoni, zonjë, qetësoni, shiko. Fredi është një miku i jon, po her pas here përdor dhe një fjalë të pistë, po nuk e bën me qëllim. Është sindroma e fjalëve të pista. Është smur. E kuptova, po, është sindroma, mirë e fjalëve të pista, po. Po zonjë, tyret sindrom. Po, e di. Më fal, po ju nga e dini, zonjë? Ua, po kam parë reportazhe në televizor ku flitet për këtë gjë. Ju si keni parë këtë gjëra? Asnjëherë. E po, ç'na fan trapin? Po jo, Si po televizor. Shiko, ka mundësi mos kërkosh falje ti? Ti ka mundësi mos kërkosh falje? Më fal. Edhe juve më tolerante, zonjë? Më tolerante? Shtismu.
falni zonjë, doktori këtu është? Me sa di unë jo, por 2 minuta kam këtu. Po për atë pun ke 4 minuta e 27 sekonda ti. Më falni, ka ardhur doktori? Nuk e di zonjë, unë kam 13 muaj e gjysmë që pres. Ndërkohë këtu kam 8 minuta e 27 sekonda. Më falë. Pardon. Pardon ti. Mos kërko fali po tem. Më falë. Çfarë ke, moj ti, çfarë ke? Çfarë ke, moj që nga interesante ti? Qartë të tha gjë. Të tha gjë. Shumë i smur, rëndë. Zonjë, më falni, a mund të më jepni pak revistën që keni përpara? Këtë këtu? Po. Faleminderit. Drejt djathtas përballë ke. Është treta herë që vete. Jo, ndofta nuk është skandaloz i rasti im, po kështu nuk jetohet. Kështu është edhe. Jo. Pa llogaritur sa shpenzon për sapunët. Nuk e di, po me këtë ritëm, me këtë frekuentim që i bën 720 deri në 780 kallëp në vit pa tjetër. Jam kurioz, ku ti të ambalazhit, i seleksionon apo i koleksionon? Ku ta dish? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ja thash, mirëmëngjes. 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 Mirëmëngjesi. 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 Më falni, edhe ju keni lënë takim me doktorin? Po. Po sa takime ka lënë sot? Nuk e di, po me këtë fluks duhet fikur drita se me siguri kjo i treq. O sot i madh, dritat, nuk kam fikur dritat në shtëpi, o sa i marrë që jam. Asgazin. O sot, nuk e di, nuk di që të them, 3 veta janë për para me. 3 veta janë, ju jeni e 4-ta, por shikon, nëse ka ndonjë problem, unë me kënaqësi e u le radhën time nëse kjo shmang ndonjë shpërtim të mundshëm. Vetëm ju paralemroj, unë jam i dyti, pari zotria, e treta është ajo, kështu që jeni 4. Ju lutem, merreni dhe radhën time, merreni nëse kjo është problem. Faleminderit zotri, jeni shumë i sjellshëm. Ju lutem. Ta thash unë, është shumë i sjellshëm ai. Tash ky me të tijën i sjellshëm është. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Zonjush, po ju paralemroj për diçka që mos shqetësoheni. Fredi është një miku jon, po her pas here përdor ndonjë fjalë të pistë, po nuk e bën me qëllim. Është sindroma e fjalëve të pista. Tyret sindrom. Bravo. Mirë. Mirë, në rregull.
Shurusu! Po të shme gjeti me këtë! Po jo! Një minutë! Mos kërkon falje, mor! Se më qëmende! Qa bere që kërkove falje? Po të lutem më që nge ufo ti! Qëfar të beri, moj? Shtisë murën të lutem. Ndërsa ajo zonja atje, sa erë Fredi përdor në një fjalë të pistë, bën kryqin ajo. E pas. Ashtu kur ke Chelsea për ta shkoduar, gjithçka është e qartë. Sa bukur! Chelsea. Aja! O zoti Qash moja, Qeksat! Ka marruar Qeksat në shtëpi! O mira unë! Josif! Ku i kanë Qeksat, Josif? O zoti man, nuk ka rëmë që... Gita! Sa e thjesht? Po në qërë do vinte ky doktori edhe sa të tjerë do vina akoma, apo? Nuk e di, tashi një karige ka mbetur bosh. Pastaj po erdhën të tjerë. Do t'i mbaj në prerë! Avashti! Jo, Simonir! Jo, ju lutem, nuk kemi ardhur këtu të marrim mikrobet e kësaj natyre. Ju lutem. Të lutem zonja, bën shaka zonjush. E kuptova. E pra? E kuptova. Ai. Ajo, qash mora mas. Jezus Maria! Sigur ti kushti bjergziles të kështëpia me gazin hapur do të bëjë ataja. Zoj, i kontrollua trupinetat për para se të tilit? Po i kontrollova. Po sa erë saksisht? Nuk e di për shumë herë. Më shumë se 10 herë. Po më shumë sa? Sa, saksisht? Nuk e di, le të themi 30 herë. Po 30 herë në rregull e tani, qetësohu. Në vërtet? Po. Në qoftë se i ke kontrolluar 30 herë je në rregull. Në budalla. Një herë mjafton, 30 herë delet e pronë pasaj. Po pra. E pra. Po pra. Më falni, ju mendoni se nuk kam të drejtë të shqetësohem? Po. Se erdi dhe karige e 6. Mirë dita. Hajtë, urdhra ullu se nuk kam njeri, ne? Po, faleminderit. Të më shiko, po ju paralemroj për diçka që mos ndodhë në një skene pa pëlqyer. Fredi është një miku jon, po her pas here përdor në një fjalë të pistë. Po nuk e për me qëllim, është sindroma e fjalëve të pista. Tourette sindrom. Më falni, edhe ju keni lënë takime doktorin? Po. E po që janë gjithë të takime? Këtu nuk kemi ardhur për terapi grupi. Jo, të lutem, nuk është terapi grupi. Më falni, ju keni ardhur për terapi në grup? Jo. Një minutë, mos e dhisti mua apetit. Të lutem. Dësho, kam 8 muaj që pres radhën të takoj me këtë doktor. Po që fjala për terapi në grup i ka bërë nënën. Iki dhe në djallë të ven edhe 8 muaj që pres. Terapi lesh. Kuptoj shumë mirë, nuk është e lehtë të takohesh dhe të flasësh me një që ke një. Dhe aq më keq, të mërshme, kur janë shumë njerëz. Jo. Ju lutem, qetësoni, se më duke se po merakosemi për ishja, ju lutem. Të presim njerë, qetësomë, na moj shtu, po. Të presim njerë, të vi, shto na thot doktori, pasaj vendosim, ju lutem, qetësoni. Po qetësoni. Pa hemër, për të hyshe, po të dalësh ti. Faleminderit. Hyra të shiko, karigja po ju zjatë krahët. Po, por janë vijat. Qarë vijesh? Janë vijat mbi dysheme edhe unë nuk i shkel kur vijat edhe këtu ka gjitha me vetëm vijat. Jo, ti mos i shkel, ka përse, se nuk janë shumë. 170 vija janë. Po edhe pasaj ju të talleni me mua. Jo, më vjen shumë keq, të lutem. Ju do talleshit me Fredin i qoftë ai rastësisht
Do përdor ndonjë fjalë pistë? Jo. Me mua do tallesh nëse shikon diçka që nuk shkon? Jo. Lutem. E njëjta pyetësh edhe për zonjën. Do tallesh? Jo. Më falni, një sekundë, se unë këtu kam ardhur në këmbë të një kushërirës time, e cila ishte pa qef, sepse unë, për veten time, Qashme? unë jam shumë mirë. S'ka nevojë, dukesh që je shumë mirë ti këtu. Çiko, hajde e rregullojmë. Vendoso këtu. Këtu. Tashi këtu. Zonjë këtu. Shumë bukur. Në traun e ekuilibrit ishe perfekt ishte. Moj rini e shkret, thesari jetës. Qënë ke edhe poet? Poet I bythës. Ja, kjo është poezi. Ty që ras me një ujë? Falim... Juve? Juve, doni? Unë nuk para e frekuentoj. Ashtu e frekuentojmë vetë atëre. O, sa ti papu uji! Kam arruar të mbyllur rupinetat e kushinës. Oj, mira, unë kur të kthejmë shtëpia do t'jetë përmbytur. O qetëso, o njeri, qetëso! Se nuk ka ndodhur asnjë përmbytje. Se me pak fat, nga gazi që kene në hapur, të ka shpërthyer e gjithë shtëpia, kështu që shpëtojmë të gjithë. Bëj shaka, qetëso. Po bëj shaka, bëj shaka. Zonjë, më falni, për para se të dilit, I kontrolluat rubinetat e ujit? Po, I kontrollova. Po ç'ke atere? Po, më duket se I kam lënë hapur. Më falni që ju lash të pistë. Isha duke folur në telefon edhe zjati më tepër se sa I kisha parashikuar. Çfarë bythe? Po. Zotri, të lutem, ë? Më falni, doktores jeni ju? Jo, unë jam asistentja. Pirdu atere. Zonjush, unë kam ardhur pas këtyre zotrinve dhe pas asaj zonjës atje. Por ata kanë mirësinë të më lënë ty e para, pasi ka shumë mundësi që unë të kendal nga shtëpia pa mbyllur mirë gazin, ndoshta dhe ujin. Më falni, unë ja pas kam lënë radhën? Po ja, mua. Po, shumë në rregull, atëherë, dakor. Zonjë, më falni një minutë para se të largoheni. Që ti kemi gjërat e qarta, nuk besoj se ky doktor na ka thirrur për terapi në grup. Se po që puna për terapi në grup, ja ta Zotri, mua më vjen vërtet keq, por unë nuk kam informacione për konsultë. Unë di vetëm që avioni është zvonuar në Frankfurt për shkak të mjerkullës, nga që unë nuk pari dot të lidhem me të, nuk e di se ku ndodhet. Në avion apo në taksi? Po më fal. Më falni, por mua më kërkoj në telefon, ë? Hemon, shkërdhata. Ha? Nga goja ma more këta. U qeshtë nëjë. Më falni. O? Faleminderit. Iku. Do ikte nga do vinte? O, Zot, sikur të kem lënë hapur gazin, ujin, korrentin, kush e di sa do mbi fatura. T'ja u llogarisun sa do paguani. Je dakord? Ju tjerë t'jeni dakord? Më falni, ta hap pak dritaret. Më falni.
Jo, po nuk është mirë që 6 veta të marrin frymë në një dhomë në mes të dimrit me gripin, laringitet, faringitet. Ku ta di unë se çka kemi tjetër në përkëmb? Ju lutem, ë? Do me thënë se nuk bën ngrohtë, ë? Se në mëngjes ishte -2. Tani ka vajtur -3, në darkë mund të shkoj -5 a -6, që në Sa ta eros pak edhe do ta mbyll. Ju lutem. Hape! Hape më të ngë cica! Hape! Qetësohu se nuk ndodh. T'ja kish ngran kur ish për të ngran tash. Falë. Çfarë po bën kështu ti? Po rregulloj sendet. Juve nuk ju vret syrin gjithë kjo 4 urë, a? Po çfarë 4 urë? Po kjo nuk është simetrike. Unë s'shoh gjë, po ti vazhdo. Fredë, shiko, nuk e kuptoj çfarë ke kundër terapisë në grup, se nëse doktori do na vizitoj veç e veç do duhet një kohë gjatë. Unë se kam për veten time se unë kam kohë boll, po ndoshta nuk është shumë për të tjerët. Unë nuk pres dot gjatë. As unë dhe kam lënë një rubinet hapur, ë? Mua më kanë thënë për terapi në grup. Ku këtu? Po, Kush ta ka thënë? mjeku që më solli këtu te doktori. U trapi! Qetësohu, nga se ke frikë, qetësohu. Se do desha të isha vetë me doktorit, se gjithë jetën njerëzit janë tallur me mua. Po, në moshën që jam dhe në gjendjen që jam ka ta ndisur, nuk e përballoj dot. Jo, e tha zotria këtu pak më parë, as kush nuk tallet me askon, apo jo zotri? Po, unë për vete nuk kam ardhur për të tallur me asnjëri. As unë, sigurisht jo. Të lutem, mblidhe veten. Mbidhe veten. Tetere, tha. Unë kam marrë pjesë në një terapi në grup 2 vjet më parë me një neuropsikiatër tjetër. Edhe aty askush nuk është tallur me asnjë. Dakor, unë nuk ulkëm, po. Edhe ju duhet ta kuptoni tash ti. Në moshën time, edhe në gjendje Të lutem, flakë tutje moshën. Të lutem, bëj për ne. Bëj për grupi, shiko çfarë grupi jemi. Njëri më simpatik se tjetri, të lutem. Hajde në shfillo. E po mirë. Unë quhem Pop, jam 28 vjeç. Më falni, a mund ta mbyllim atë dritaren, se nuk po bën vap, ë? Po, duke nisur në ky moment, është ndaluar kategorikisht. Po kategorikisht i ndërpritet fjala tjetrit. Dakord? Dakord ju tjerë. Përveç atij që e bën padashje ushtrimin. Pra, jam 28 vjeç. Në... Jam projektuesi lojrave elektronike. Janë ato... Ose... Vuaj nga huqe që në moshë të vogël, më të rëndësishmet janë paftësia totale që të shkel në një vi. Edhe një lloj, nuk e di. Dashurie që kam për simetrin. Kjo është e tëra. Kush e ka radhën? Si radhën... Unë mendoj të respektojmë radhën e mbritjes. A do me thënë pas kam unë radhën, Po jo, nëse ke ndonjë problem, unë të prezantojmë unë para. Jo, asnjë problem, përderisa do flasim të gjithë. Më quajnë Frederik, ose Fred, siç thon miqt. Jam 70 vjeç. Dhe siç e thosha pak më parë vënsonit, kisha një shtëpi të vogël botuese, 5 vjet më parë shita, tani jam pension. Që në fëmiri vuaj nga sindromi i fjalëve të pista, siç i thon shkencërisht, tyret sindromi thonë. Kjo sëmundje më detyron të them fjalë të pista. Nuk e di ai ka rënë njeriu në sy. Kjo Jo, vazhdo.
Them nuk e dia I ka rënë njeriut në sy që them pa dashje, që bëj gjestet pa pëlqyera jashtë kontrollit tim. Ashtu. Si që thash, kjo sëmundje më detyron të them fjalë të pista dhe të bëj gjestet pa kontrolluar dhe kjo gjendje më ka ndar nga njerëzit, sepse nuk të duron dot njeri, se nuk ta ka njeri përboç ti thuash, kurvë, shkërllafë! Më fal zoj, shembull, ju lutem. Ua shembull? Po ju e shikoj që kjo sëmundje është e pashërueshme. Prandaj kam ardhur këtu, kam 8 muaj që pres radhën. Me shpresën e mirë që ky doktor jo do të më shëroj, po do të ndihmoj që të zbuten pak krizat. Kjo është e gjithë. Vëson. Urdhër. Radha juaj. Po faleminderit. Lutem. Quajmë Vënson. Djathtas përballeke. Erdha, më fal. Pra, si që thash, quajmë Vënson, 54 vjeç, profesioni im taksist. Halli im, ose mirë halli si me shoqe, sepse unë se kam probleme, unë e përballoj me shumë dinjitet, është se më pëlqen që të llogarisë çdo gjë. Kështu që në sikletin që jam, ka 2 alternativa. Ose të qetësohem disi, ose në situatën që shkryuar, mund të ndodh divorci. Mbas 25 vjetësh. Kaq. Sa ditë bëj 25 vjetë? 9125. Po minuta? 32400. Edhe pa u menduar fare? Po jo, s'është gjë kjo, të lutem, nuk është gjë çfarë kjo. Mua qefi më ka të bëj për llogaritje edhe më të ndërlikuara. Po nuk më lën ata të shtëpisë. Po ju thosha këtyre që në rini kam qenë një killer serial. Vërtet? Jo, a I ka manin që të llogarisë gjithçka. Në fakt, a I është gjeni? Se në bëj shaka. Si, e në më t'ju them që si vija ime është akoma dhe më e pasur, më e kompletuar. Si që ta është dhe Fredit, unë kam dhe edhe manin e koleksionimit. Koleksionon e piktura? Ka pa qka bire, ta pa shishe, shumë I ndjeshëm jam mas kanoqeve ivi, shishe, kartonë. E kam në argentën time, po për më vonë duhet të koleksionoj edhe ambalazhet e sapunëve. Është radha juaj. Unë quhem Blanche. Si mamadhia. E tham që nuk e ndërpresëm. Më fali, u kërkoj ndjes. Më fali. Kam shumë frikë nga mikrobet dhe smundjet. Duke qenë se kam prirje për të shqetësuar disi shumë për këtë gjë, njerëzit që më rrethojnë, më thanë, vizitohu moj. Vizitohu moj. Hema dhe ti vizitohu, që Po. Doktor në bas doktori, ja ku erdha të ky specialisti ma. Personalitet. Më I miri, moj. Më fali, në çmosh ju ka filluar kjo histori? Ka ndodhur që në fillim fare, por ka ardhur duke u theksuar para 20 vjetësh. Tani jam 40 vjeç. E thot s'më gjeti me këta! Nuk të ka gjetur asgjë. Me atë do të thotë që ke radhën. Më falë. Po, shiko, ke radhën, po mbasit kesh mbaruar së thururi trikon. Më falni, po unë ju a thash dhe pak më parë, unë këtu kam ardhur në këmbë të Shiko, unë nuk e njoh atë kushërirën tuaj, po kam përshtypjen që ngjani si 2 pika ujë ngjani. Uj! E ke mbyllur! Shumë mirë. Quhem Marie. Moshën nuk po ju a them. Dhe këtu ndodhem nga që kam një mani të keqe që sipas doktorit të kishës ka degeneruar në atë që ju e quani huq. Çfarë manie? I kontrolloj pa pushim sendet. Çfarë sendesh? Po ja, fillimisht çantën, ja ku është. Pastaj kur dal nga shtëpia, kontrolloj disa herë ne kam mbyllur derën me çeks apo jo. Edhe të njëjtën gjë bëj për ujin, gazin, korrentin e kështu me radhë.
Dini gjë për të rastë? Kjo është një mani tepër e përhapur, më mjekohet fare lehtë. Qetëso, se pas këtë rënë, të letë fare. Jepi është rradha juaj. Po prisi më, nuk kam mbaruar. Ua! Ua? Ua! Sepse unë kam... Unë kam fiksime, Çfarë fiksime? Kush është atje? Kujdes mollët! Jo si mos i prek mollët, ahu! Do flas me doktorin për këto gjëra. Nuk... Natyrisht, edhe kaq sa na treguat, nuk besoj se e keni pasur të lehtë. Jo, nuk e kisha të. Më fal që po vazhdoj prap me ju, po jam kurioz të di diçka. Në kohën që bëni kryqin edhe luteni, se kërkoni juve? Po. Mos është ndonjë huq edhe ky kështu? Nuk e di, mbas. Mos ju duhet me të çmendur? Po jo më të lutem, vjen shumë keq se nëse është shumë dalim të gjithë të çmendur. Ti je mirë. Mirë? Ti je fare mirë, nuk ka ti. Zonjë, ju lutem shumë. Të kesh një huq nuk do të të jetë çmendur. Ju lutem shumë, atëherë dhe të gjithë. Më fal, nuk ka pse të na fyeni. Po jo, ju lutem shumë. Tani është rradha jote. Ajo nuk dua. Se të gjithë e bën, edhe Fredi, edhe Maria. E kam bezdi. Po kur të vi doktori para ti duhet flasësh? Ja, zërë se është një lloj stërvitje dhe se grupi do jetë po ky. Hajde, guxi. Unë quhem Lili. Kam diçka në kokë që më bën ti përsëris gjithë një fjalët. Kështu që nga. Më falë, gjithmonë 2 herë përsëriti? Po. Sa ka që kjo gjë ju është bërë sistematike? E që ku më vdiq babaj. A kjo është e rëndë, nuk jetohet një jetë kështu me këtë akt, me këtë makt. Shpjegohet. Është tepër e vështirë. Po çfarë ndodh në rast se nuk i përsërit fjalët? Nuk do më. Kam frikë se vdes. Fred, po për këtë thonë gjë ato shënimet tuaja? Kjo i ka të dyja. Ka polilali, ka dhe ekolali. Dhe më për gjitha pas ka emër, Kjo, ajo smundja ime si e kishte kështu emri shkencor se harova unë? Aritmomani. Aritmomani. Jo, është një kështu. Më vjen keq, por unë nuk po lidhem dot me doktorin. Ndiri kurva! Haj, dreqtaj! E po 1 vit e gjysmë për të ardhur deri këtu më duket skandaloze. Edhe mua. Jo me të vërtet që kjo nuk shkon fare, Më falni, ta hap pak dritaren. Jo! Në fakt, unë jam lidhur me aeroportin e Frankfurtit dhe me sa duket avioni duhet këtë ardhur. Si? Me sa duket? Do më thënë nuk është e sigurt. Po sigurisht është e sigurt, zot. Po, përse përdorni kushtoren kur është e sigurt? Sepse sipas atyre avioni është ngritur. Sa kohë ka që është ngritur? Këto nuk ma thanë, por në rastin më të keq fluturimi mund zgjas 50 minuta. Po shkërrata! Tani po mua më kërkon në telefon. Kjo të më luaj mënë, që? Jo vetëm juve, po të gjithëve në tërbon, hajde vazhdo. Ja. Jo shikoj, hape 2 kanatshi. Që ta marim për vitin shu, brim ta marim. Jo, për kundra zi largon mikrobe. Mikrobe. Në fund aeroplani ju. Por kam mbetur i bllokuar në pistë për shkak të një avarie të shkallët. Avarit të shkallët? O, zot! Vetëm u të los! Më spektajerse! Jo vetëm juve, po kjo na tërbon të gjithë fre. Shkurt, kjo do të thotë që doktori nuk do të vi sot, apo jo? Që do të vi ai, por jo përpara 2 orësh. Para 2 orësh? Më falni më zonjë, nuk mund të traktoni njerëzit kështu, e sidomos pacientët. Zonjë, të jesh e sigurt se i pari që bëhet pikë vrer nga ky treq tërslloku është vetë doktor. Çfarë thua ti, tërslloki thua ti? Unë i them turp moj. I them skandal. Nuk lihet takime ka të rëndësishme aq më tepër kur vetë në ajër. Në mënyrën e organizimit e menaxhimit që ka një 0 e madh. 0. Do prova. Urdhëroj 6 veta këtu. Presin si huingalli presin. Huingalli, na! Ti s'ka fije! O Jezus! Më ndihmo ta kaloj ato sprov. O ky doktor i madh ky që nga një horrori. Më dëgjoni mirë zonjush. Unë po iki, por dua që t'i thoni atij. Palo! Doktori, se do të ma dëgjoj krismën.
Më falë, 6 muaj pritje për të bërë mohabet me një taksist? Po ky është kulmi. Jo, doktori do ma dëgjoj dhe mua zërin. Alergji kam viruset, por do t'i fus në kompjuter një virus. Plaq çapo se bëra. Plaq çapo se bëra. Sinqerisht, unë nuk di ç'ju them. Po, edhe unë do shkoj. Edhe unë do shkoj. Po ti pse të ikësh ti? Po nëse vjen pas 2 orë do më bëhet vonë. Jo, mire Kalili, hajde ikim gjithë, pret që të bësh, do vishe për të Jo, ikim. Hajde. Po mirë mor qelbanik tani. Mua tani që më mbush mendja tani doni tikni. Hajde ikim.Ëso nuk e kisha pritur nga aty këtë. Nuk e kisha pritur. E vendosa më Dori. Dori, e di pse Dori, ka thjesht për kuriozitet. Të shikoj se si do të shfaqsohet para meje ky doktor i madh. Edhe ja ku jeni prezent të gjithë. Nuk më mbushi mendjen, direkt turimve e ka. Të punë e mori Feraurat, po dëgjoj ti. Me që ke marr pjesë në një terapi grupi, nuk më thua para se të ikim. Që ta kem si ide, si bëhet kjo terapia në grup? Po kjo është fare thjesht. Në fillim prezantohet gjithsecili dhe tregon hallin që ka. Më pas punohet me gjithsecilin sipas radhës. Më fal, shkuptojmë nga kjo punohet. Po çdo më thënë ç'bëjnë sipas radhës, çfarë? Po ja pra, i gjithë grupi përqendrohet tek problemi i gjithsecilit për ta zgjidhur. Fal, kjo më duket qesharakën, nëse e kuptova drejt. Po. Doktori çfarë është? Grupi është doktori? Pa jo, doktori është doktori. Grupi është grupi. Më fal, po pse duhet doktori atë? Po, më falni, po bëni shaka? Jo, sinqerisht kam qenë kur ne jemi prezantuar hallin e dim. Unë se kuptoj pse mos e provojmë vetë, çfarë duhet ai doktor? Sepse doktori duhet për të drejtuar grupin, siç duhesh ti për të drejtuar taksin. Plotësisht dakord. Jo, ne nuk merremi vesh me njëri tjetrin. Doktori duhet patjetër. Jam në një mendje me Blanshën. Jo, shikoj dhe unë një mendje me Blanshën dhe me të gjithë të tjerët, po them meqense ai na lënë në balë, po them ta provojmë një herë, nuk u mbasim gjë. Jam shumë dakord, se në fundit nuk kemi shumbi, ma. Fred, si thua, të lutem. Ha, Tash ti po ju e dini që të lasin që kam unë nga terapia në grup, po... Mirë, hajde tash, me që s'jala për ju e provojnë. Blansh, ti je dakord? Ju do pranoni? Po pranuat, ju do pranoj dhe unë. Hajde zonjë, ju lutem kurajo. Tash jemi me njëri tjetrin, tash jemi talë. Të lutem vetëm një herë të vetëm mos shkoti lash duart. Shikoni, nëse nuk e bën për vete, bëj për ne, bëj për grupit, po të lutem. O, çfarë shantazhi emocionuar. Shikoj se po the po do të puth këmbët, The jo do të puth duart. O jo, duart jo, dakord, po pranoj. Si vetëm një kam vetur. O yll. O e bukura e dheut, ku je? Me mua, lëri lajka ti. Mua nuk më pëlqen kjo parodi dhe pik. Po jo këshu, moj kurve budi. Jo këshu, jo. Të lutem, Fredi. Se nuk kemi mbledhur këtu të përcaktojmë profesionin e njerit të tjetrit. Ashtu si vënsoni, bëri të gjitha përpjekje dhe gjeti fjalë të dura të na pinë, bëni dhe ju një përpjekje, ju lutem shumë, qëndroni me ne. Po nuk është halli aty morë zotri, unë duhet shkoj të zë trenin, dhe treni niset për gjysmore, fiks pas 30 minutash. Mos më thuaj që edhe si dhe rodromofobe. Nuk e di, çfarë është kjo tani? Siderodromofobia është alarmi që ka njeriu se mos i ikën treni. Kjo që nga mu? Dhe për të gjitha pas ka emër kështu, Bobë, më fal. Ato seansat në grupe, sa zgjasin të lutem? Rreth një orë. Urdhra, shikoni edhe sikur të doja me gjithë shpirt, e kam krejt pa mundur. Ti the që në fillim grupi prezantohet dhe tregon si e ka hallin. Po, ky është rituali bazë, por para se të fillojë. Sa zgjat ky ritual? Parafërsisht po the. Do thasha gjysmën e kohës. A vetëm gjysma e dytë i kushtoj se punë e famshme? Po. Shumë bukur atëherë, meqense ne prezantimin e kemi bërë, hallin e gjithë secilit e dim, unë them ta fillojmë dhe për 30 minuta ne mbarojmë. Nuk bëhet fjalë, unë duhet shkoj të zë trenin se unë Marie, të lutem përqendrohu, vetëm 3 minuta, asnjë sekond më tepër. Unë ju garantoj që për 18 minuta ne mbarojmë. Kështu që të mbeten edhe 12 minuta për ta kapur atë tren, të lutem. Po mirë, çfarë ndeni ju? Se do ndresni problemet e grumbulluara prej vitesh brenda një 3 minuta? Po nuk e di me ta provojmë mirë, ta Shiko, provojmë. nuk është nevojë të më luteni se edhe unë nuk duroj. Po 3 minuta jene ato tash. Sa të zgjesh një vezë urbull ja. Të lutem. E pa mirë, dakor. Rrofsh atëre. Por dijeni Urdhër. se përi Shën Josifin që kanë dëshmitar që... Ku vajte më? Ku?
Ja ku është? Mos u Që qetëso. nuk I besoj as pak. Atë do kesh dëshmitar. Atëre, fillojmë, hajde. Çfarë do të bëjmë gjatë këtyre 3 minutave? Pyetja e zonjës Blanche është shumë esenciale. Dhe në asnjë mënyrë nuk duhet anashkalu. Dgjoj. Do bëj. Më fol, çfarë do bëjmë, se më rikëshu? Çfarë të them unë nga ato që kam parë, nuk është se ka ndonjë rregull të prerë, përpo se I gjithë grupi përqendrohet tek halli I gjithë secilit për ta zgjidhur. Aha, më falni, po kjo për mua është ja futesh Roma për to. Një minutë, Maria, do më thënë gjithë secili do të shfaqe ose do të palosë huqin e tij para të tjerëve. Po, ky është I parim pa. E po mirë, me cilin ta fillojmë? Apo Jo të lutem. Edhe për edukatë ne duhet të respektojmë moshën. Nëse Fredi është dakord. Në të kundërt pasaj do respektojmë radhën e mbritjes. Do me thëmë prapun. Në të dyja raste ti plotson kriteret. Dakord? E pranoj. Unë nuk para besoj mrekullive, po me që doni ju, do ta provojmë. Gati. E ti që do bësh ti? Çfarë duhet të bëj? Ti do bësh të. Për 3 minuta. Po për 3 minuta nuk do përdorësh asnjë fjalë të ndyrë. Gjithashtu nuk do përdorësh asnjë gjest të turpshëm. Marie! Gati. Gati. Filloj! Një minut. Ka njëri orë për të mbajtur formë? S'ka nevojë. Ora elektronike ja tek është. Filloj! Gati! Fillojmë! Unë ju kam... S'ka nevojë. Shkëllata! Ma të lumë të banë që e nise. Marie, jam I stresuar, Marie. E di, po vazhdo të lutem. Jepi, Fred, jepi, jemi të gjithë të dy. Të gjithë. Trapa jemi të gjithë. Demonstrimi nuk pati fare rezultate. O njeri, pikë së pari nuk është demonstrim. Po është ushtrim solidariteti. Stop. Nuk ka nevojë të filloni me mua, me këtë gojë të ndyrë që kam unë, nuk jam në gjendje të rrit moralin e grupit. Po jo, pse? Rritet të kontrollosh në një fjalë të ndyrë apo jo? Qa me një mu të kontrollova. Të lumë të goja ambën. Marie, jam I stresuar, po të them pardon, më soli do të me një vrejtjet. Ti e di të lutem. Vazhdoni, hajde. Gati, kam më kohë tjetër. Edhe 1 minutë e 45. Fillojmë. Dëgjoni sa kohë ke. Edhe 1 minutë e 45 sekonda ke, jepi. Gati, Fillo. Më fal, ta hapak dritaren. Hap qalit. Faleminderit. Më fal. Nuk kërkohet falje për gjëra kaq të vogla, pa jepi. Po të ishte doktori këtu, do njanim shumë qesharat para ti. Si do qoftë të lumë që pranove t'jesh I pari. Po, bravo. Ku dim neverin tënde për këto lloj ushtrimesh. Bravo të qoftë. Bravo. Hajde. Hajde se minuta e fundit është. Po pritor bir kurve, se nga ty e kam këtë, ha? O zot, dhe këtë kishim mamë. Hajde, jepi, me këtë ritëm. Po dalu, se mu zufri, ma një. Po, më se unë tash me këtë qef, hajde. Se dhe 35 sekondat kanë betu. Akoma, po nuk mbarua kanë kur të shkretat. Bëve moj farën ti. Ja, tani më knaqe, rovës ka Qa të buti? Urdhrove që është ambitor. Marie, jam I stresuar, po. Shiko, mos më qeshti, kur të dalish tu do të shikoj pythën, e? Ajde një më... Kam akoma ko saka. S'ke asnjë kohë. 4, 3, 2, 1. Baj, branda. Është e pavlerëshme, kohë e rregull mbaroj. Hajde, vazhdoj, mos u dekorajoni. Hajde, me këtë qef, me këtë ritëm. Shqef mu, në laferisi. E po tash hajde pra ju. Ky është dështim. Po dale, Marie, dale, mos prit më rregullira sa hape mbyllësin. Hajde pra tash ju lutem. Kush e ka radhën? Po ju them kush e ka radhën, ju lutem tash. Po ju lutem. Çfarë ke? Jo, ke radhën thotë. Radhën, s'ka ndonjë problem. Unë ju garantoj që për 3 minuta nuk do të them asnjë shifër, asnjë mbledhje, absolutisht asgjë. Di se do jem. Gjam. Hajde. Filloj. Filloj unë. Hajde pra tash.
E pra duhet të flisi se ndryshe kalon koha. Po çfarë duhet themi, ha? Nuk e di gjëra që unë më bëjnë të përllogaris, domethënë të mbledh, të zbres, të shumëzoj, të pjesoj. Gati për qëndroni. Gati. Filloni. 12. 124. Ja, kësaj ke mund ta bësh veten zapt, jam ledësh rrug super. Lere Maria më shpëtoj, haj vazhdoj me këtë qetë, vazhdoj. Boing. 727, 737, 727. Po mos u tomor këtë la, mas asaj bukuria atje. Po nuk fola fare më. Marie, e treta, e vërteta. Fiat. 500, 600, 1101. Victor Hugo. 1802, 1885, 204, 205, 206, 304, 305, 306, 405, 406, 407, edhe e fundit 808. Po mos provokom, more. Po mos provokom, more, mi stres, more. Mos më fund në botë në makinave se ti e di që e humbas pasaj. Pigrek. 3.14. Mrekullit e botës. 7. Sa vjeç është ajo? 40 e vjeç. Unë. E mbaroj ko e rregull, s'kam. Uj që atë merë. Jo, Maria kishte të drejtë, nuk është terapi, kjo është shmendori, nuk mundem. Jo, pse e thua kështu? Ti bëre çmunde, ne ishim këtu pranë teje. Unë do thosha që ishte bombastike fare. Po. Hajde. Çfarë do bëjmë tash? I themi shëndet njëri tjetrit dhe ikim. Ikim. Fred, bëjmë një lojë dam bashkë me detyrim përcaktim me këta japune me këto ti? Më falni, por s'kam të drejtë të marr pjesë në terapi? Është e kot, bla, është e lutë. Prito, babu, shprit. Se nuk funksionoj me ty, kjo nuk do të thotë që nuk do t'u esë të tjerëve. Absolutisht. Jam në një mendje me Bobin. Sikur edhe vetëm për njërin nga ne të ngjit, jam dakord ta vazhdoj. Unë për vete nuk besoj as një sekond nuk besoj. Domethënë shikoj, ju vazhdoni, unë nuk dua t'u shkurajoj, po që është e kot, Maria është e kot, po ta them. Zoti Bonason. Nuk do t'i hiqe asnjë presje asaj çka that. Kush e ka rrallë? Unë. Juve. Për 3 minuta. Nuk do të thoni asnjë fjalë të dyrë. Unë. Juve nuk duhet të lani duart për 3 minuta. Edhe mos hap dritaren, Sa bukur e ke thënë Marie. Fjala më me vend që ke thënë, mos hap dritare. Blanche, si që kam prekur me dorë, dhe mbaj një herë këto që... Edhe duart e mia, vetëm mia. Edhe të mirë pra ja, unë jam e Drejt, vazhdo, drejt. Lere, se kotë, Maria kishte të drejt, Maria. prit, unë duha t'i shkem deri në fund tani. Trove, e ktheve plakën, 3 minuta vullojmë pa e marrëvesh njëri dhe do zoti ndihmojmë ndonjërin prej Jo nesh. me atë, apa, Blanche, kur t'jesh gati po t'presim. E shkreta duhet ta haj vetëm me dhëm nga i natë. Erdhi. Ha, çake, jo, ishe mirë. Jo, dorsova. Unë të them ishe mirë, më i fare. Po s'ka, mos u shqetëson se e provojmë prap neve, nuk ka në gjë. Dakord, por mos thoni fjalë me pis. Jo. Dgjoj. Më lejoni t'ja u prek duar. I kam larg, i kam qeli bak. Shiko, të mijat janë akoma të lagura, nuk i kanë çfarë akoma. Drejt të djathtas përballë. Po jema, kjo është keq, kjo është më keq se mua, më keq. Po kjo s'përqendrohet as 10 sekonda kjo. Po, fobit nuk janë gjë e vogël. Si puna ime me vjellt, e kuptoj ka gjë. Ti prit radhën, pastaj prano humbjen ti. Ti ke për t'ja dal. Vërtet? Çfarë do bëjmë tash? Presim tjetrin, a do vija? I japim dhe një shansë e presim. Po çfarë ti thej, çfarë ti bëjmë? Prea kështu. Lere s'keni turp, s'keni. Kriminell. Po lere se u kthye tjetra në orë poshtrimi, u kthye. është gjuna. Haj, çfarë do bëjmë tash? Do ta presim, do vazhdojmë me tjetrin. Shiko, vazhdoj me tjetrin se nuk pritet ajo. Marie ke radhën. Apo ta presim, t'i japim dhe një shansë. Po, presim sa të bëjmë të gjithë. Lili ka shumë të drejtë, meqense ka vajtur disa herë, do kthej shumë shpejt. Sa sekonda? Ja. 4 3 2 1. Ky ka kronometër në kokë. Tani e ka Maria. E zeza.
Nuk ma mban gjikundi. Çfarë duhet të bëj? Shiko, Marie, ti se ke problem, ti e ke fare të thjesht. Ti për 3 minuta nuk do hapësh çantën kaq. Lere atje, mos e luaj! Mos e luaj! Senjor Maria Josif. Nuk duhet të bësh as kryqin. As kryqin! Kaq, ë? Atëherë fillojmë. Marie! A e ke qelsin që të hapësh derën, që të hysh brenda, Marie? Po, e kam. Je sigur? 100%. Me të vërtet? Po, pra po. I ke kontrolluar? Me mira herë Blanche. Po për ndonjëherë na duket sikur I kemi kontrolluar dhe në fakt nuk janë aty. Ose janë ngatruar me një tuf tjetër qelsash, Marie. Ose na duket sikur është zhurmë qelsash, në të vërtetë është një zhurmë tjetër. Le të shkoqura, le të shkoqura. Shkoqura. Se nuk e qelsin, nuk mund të hysh brenda, kështu që nuk mund të mbyllesh. Gazi! Uj! Sirien! E në besisë, e në pytësh brada, e në më apartamentin, e në pastaj nuk e shpeti, e në me të ftej, e në këtu fejt gotë, që në ka bësh, ku në mos e futesh brada, e në nuk të kërpenu, pastaj... E suri ngërçi. Ju sos fryma, ju Sa I ka pusur brekët e ju më qari... Maria! Po, të lutem një gotë, unë shpej! I duhet zbërthyer korseja. Ha zbërtheja se, po ja zbërtheva unë pa etnami pas. E bëj unë. Prash, hap dritare! Hajt, Vërtet? hap dritare! Ua, vërtet? Më the të hap dritar? Të hap dritar? A me loj plus do të hape dritarën të. Ku janë këto? Po, Josif. Ti? E po si a ju në gjasë, pa haj vazhdo. Mirja në mi? Miri ke të tërë, mirë. Nena, Ua, në babo a mirë shumë. Babo ne ke mirë fare, hajde, qetëso. Mari, pije, do të bëj mirë, pije. Oho. Shime, mbushë me frymë. Më thellë. Po ka që ke thellësinë. Maria, je mirë tani? Po, shumë mirë jam. Bravo. Jo, mund vazhdoj me të tjerë? Po, vazhdoni ju. Bravo. Po jo me mua. Unë jam kapitull dhe mbyllur. Tashti e ka Lili. Tani? Po edhe pastaj e kam unë edhe s'ka fund pastaj. Çfarë duhet bëj? Një minutë. Ne do t'ju bëjmë lloj pyetjesh dhe ju do të përgjigjeni duke I thënë gjërat vetëm një herë. Gati. 3 minuta. Vetëm 3 minuta. Gati? Gati. Filloj. 1 2 3 sa vjeqje. 20. Po përpiqu mutin të mos e përsëritësh më thash. Nuk mundem. Ku banoni? Në lagje 3. Aty. Në lagje 3. Po vërtet nuk e përmban dot vete dhe përsërit gjithçka. Do kisha vërtet dëshirë, po nuk mundem. Po pse? Nuk e di, është shumë ngatruar kokën time. Më fal. Që parë na these, po të mos I përsëritësh 2 herë, ke frikë se vdes. Po, unë ose ndonjë familje sime. Jepi, provoj edhe një herë zemër. Po kur bëri vaki? Mos u mërzit. 10 vjeç. Zemër, na ke të gjithëve pranë. Hajde, edhe një herë. Faleminderit. 1 minutë. Këshatja? Më shiko mua drejtë në sy. Shët, as I laf. Përsërit mbas meje.
Bora, Bora. Bora, Bora. Shëf? Bravo. Bora, Bora. Shet të bëj! Shet! Miau, miau. Miau, miau. Iku, Matja. Miau, miau. Baden, baden. Baden, baden. Baden, baden. Nuk në gjithë gjëkundi. Nuk në gjithë gjëkundi. Nuk në gjithë gjëkundi. Lili, mirje? Mirëzeza, kjo është për thikë. Është bërë tepër e vështirë t'jetosh. Është bërë tepër e vështirë t'jetosh. Po, por, ti doja dalësh. Moj, Bobi ka të drejtë dashur. Ti ke për t'ja dalë. Më beso, ne të dy... Ku vajte, ma? Ah! Ne të dy i parandin këto gjëra. Rrofshi, faleminderit. Rrofshi, faleminderit. Ju jeni shumë mirë me mua dhe mua kem prek jashtëmase. Ju jeni shumë mirë me mua dhe mua kem prek jashtëmase. Tani unë nuk dua t'i ul moralin Bobit, por duhet thënë se deri tani kemi dështuar të gjithë. Jo, të lutem, Maria, ti fol për vete? Jo, fol për vete ti. Unë isha mirë. 10 sekonda isha gjam fare. Lëre sa mirë ishte Po ti. ti e shkërmoqër nga numrat morë. Ashtu, ha? Shumë mirë atere. Radhën e ka Bobi. Atere, djelosh, në qofë se e dakord, detyra tënda është të shkelësh mbi të gjitha vijat e dyshemes. Mbi të drejtat, mbi të shtrembrat, horizontalet, vertikalet, gati. Fillojmë! Gati. Po, tensioni. Ke për t'ja dalë, ke për t'ja Hajde, dalë. Bob, ju mund t'ja dilni. Duhet t'ja dilni. Për ne, Bobi! Për grupin, Bobi. Për Josifin! Hajde Bobi të regohu burr një herë të paktën. Nuk mundem, e kam tepër të vështirë. Hajde, se fillimi këshu që vështirë, hajde! Hajde, Bobi! Hajde, të Hajde, Bobi! Hajde, Bobi! Ule. Një minutë. Atër, vetëm një. Sa të duash. Po vetëm ule, gatal, po ule. Atër, një minutë. Vetëm pak, sa të duash. Ule. Gatal. Një minutë. Në rase e shkel, unë e kam halal një të puthur, o? Jo një po dy. Ja 4 të dha, hajde, vazhdo! Ule. Një minutë. Më jepni edhe njerë zemër se nuk... Ajde, Bobi, jepi Bobi, ule. Nuk mundem, ndihem komplet i blokuar e kam tepër të vështirë, nuk mundem. Ta shtyga! Jo. Është e rrezikshme ajo, jo. Hajde t'japim të njerë zemër. Hajde, Bobi, jepi Bobi. 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 Hajde, Bobi. Hajde, Bobi, jepi Bobi. Hajde, Bobi, jepi Bobi. Hajde, Bobi, jepi Bobi. Hajde, Bobi, jepi Bobi. E pat! E thashur, nuk e bëj ato. Ja tash ju zgënjeva të tërëve. Pa edhe ju ama nuk duhet i kishin mbajtur shpresat e kunë, se nuk jam unë kali fitues që... Lili, më falë, nuk... Skaj. Po ikur mut, se na plaset. Po të lutem tash s'ka gjë, lere. E po tani zgënjyes është se sa... Po lere, pra, s'ka gjë. S'ka gjë. E po mirë, s'pas ka gjë. Po s'ka gjë. Jo s'ka gjë. Lere. Bashkë po më vjeni natë mua. Po mua të më bështë, Po kisha besimon. Kisha besim që të pakte një vit do t'a shkelni. Edhe bas kisha për të vënë. Goxha bas kisha për të vënë. U te jam. Me gjitha të nuk bëm keq që i dham zemër. Po jo, po të gjithë bërtitëm ka që ka qenë. Jepi Bobi, ajde Bobi, jepi Bobi, ajde Bobi, ajde Bobi, jepi Bobi, puto Bobi, dile Bobi, kapitanit s'kele.
Në fakt, sa herë ti inkurajuam? A sa kam fare i del? Vëso, thuaja. Falë se cili? Jo, të gjithë. A, gjithsej. Nuk kujtohet. Hajde mbytja, prafërsisht. A, prafërsisht, po, nuk e di. Mirë, se cili? A, se cili, nuk më kujtohet. Në rregull, ti vetë. A, unë vetë, nuk më kujtohet. Çfarë? Çfarë, se kam llogaritur. Si? Po, mos se kam llogaritur, si. E dëgjuat? Shkërllata! Vësoni për herë të parë në jetën e ti, nuk ka llogaritur. Si Vënson, nuk i keni llogaritur? Nuk e di, nuk e mbaj mend. Edhe më vjen turp, sinqerisht. Unë ju kërkoj ndjes. Po kjo është geniale. Çfarë që po ju kërkoj ndjes? Jo, që nuk e keni llogaritur. Po kjo është e përbrëndshme, është befasuese. Është vërtet. Po si ka mundësi, Vënson? Ju që llogarisni gjithmonë gjithçka. Nuk e di, Blash, nuk e di, nga që isha i përqendruar i gjithë i këtë djaloshi dhe nuk e di që desha që ai të paktën të shkelte, të paktën një vi. Bravo. Pastaj për të tjerat nuk kisha. Ashtu, po sikur kjo të ishte zgjidhja? Altruizmi, vëllezër, altruizmi. Të mos mendosh për vete, të harrohesh. Më fal, pse e thoni këtë ju? Mirë, ti që parë nuk kuptove asgjë? Jo. Çfarë? Më fal, ju, asnjëri nga ju s'kuptoi gjë që parë? Jo, unë s'pash gjë. A, një minut, ishte e gjitha e rregullt, ha? Më falë, sinqerisht s'po kuptoj asgjë, të lutem. Po që parë? Kur Bobi vrapoi të merrte ujë se Maria që usufryma, Bëhesën a i sosë dhe ne frymën, ha? po shkeli mbi vija! Po. Edhe, sa më kujtohet, ka shkelur se 16 se 17 vija. Të kujtohet, Bob! Po, jo, nuk më kujtohet. Në fakt, kur Maria si ku fryma, unë thjesht doja të ndihmoja vetëm kaq. A nuk ju thash që kjo ishte zgjidhja? Altruizmi. Altruizmi, vëllezër. Ndihmoje tjetrin si veten, thoshte Krishti. O Marie, të lutem, Marie! Një minut, Marie! Se nuk jemi në orën e fesë këtu. E po është të taksin tënde, kështu që mbaj gojën kur flet me mua, more vesh harbut. Marie! E rregullua, mos ta e dhit muhabetin tani. Ha, se juve nuk e bëni me qëllim, po ti të më... Megjithatë, Bobi ja doli deri në një farmasë. Megjithatë, Bobi ja doli deri në një farmasë. Pikrisht, ndofta jo në masën e dur, po ai shkeli disa viza. Ky është fakt. Më fal, çfarë vlere ka kjo kur ka ndodhur në radhën e dikujt tjetër? Ka që të skeme të kryesorja është rezultati. Ordra. Nëse shuat e re, edhe unë ja kam arritur qëllimit. Meqense nuk numërova inkurajimet tuaja. E po nuk ma priste mendja, por duhet thënë se dy janë shumë mirë. Vënson! Po 3 do t'jenë më mirë ama. Po 3 do t'jenë më mirë ama. Ku i gjetë tre? Kush është i treti? Jo i treti, e treta. Jo i treti, e treta. Plaç! Po, çfarë kam bërë unë për ta merituar një gjë tillë? Që parë kur isha keq, ju më shtrënguat duar dhe nuk shkuat Dilanit. Ua, vërtet? Që parë kur isha keq, ju më shtrënguat duar dhe nuk shkuat Dilanit. Po pse nuk shkove ti lashja, ku është lavamani? O Marie, po ishte e përqendruar ke tjetri. Po, Është altruizmi. Altruizmi, Fredi. E vërtet, se kur më prek dikush ose prek dikë, vrapoj për në lavaman. Po si nuk vajta këtë herë? Sepse duke i marrë dorën Lilit, ju i dha asaj miqësi. Dhe miqësia nuk është kur e pisë. Di që flet vazhdimisht si poeti. E po juve, po nuk ngullët kunja, juve nuk ju quhet. Marie, më lerë, se do duket ja kemi arritur të gjithë në masën 50%. Është fantastike, orë e pasakon. Kush e ka radhën? Kush? Treni! Po lere ata shi atë tren, lere mona e prish muhabetin të lutem. Në qovë se të le, ky ik me tjetrin dhe mbyllet ai muhabet. Po pse të shkoj me tjetrin, ku shkoj me këtë? Të lutem tash. E gjeta! Çfarë? Gjeta dhe dikë që harroi huqin e tij për pak sekonda. E cili është? Maria! Të flasim! Jam unë! O, jo, Maria! Ja,
ndodhi kur Fredi pranoi të luante i pari? Ja, një minutë, qetësi, ta kujtoj. Po, Urdhër. ta kujtojmë. Ja pra, ti Fred, sigurisht, pa dashje, i the Marias çantë me. Çantë me. Pa me mutja tha, pa vazhdo. Po, është e vërtet, më kujtohet Frederik. Atë çast Maria nuk vrapoi për të kontrolluar çantën. Po pse duhet ta bënte? Po sepse e bën gjithmonë sa përmendet fjala çantë. Ja prova. Ku e lash? Po tërë këta me zi e gjete? Ha Maria. Maria të kujtohet pse se kontrollove çantën? Të them të vërtetën nuk më kujtohet fare, sepse isha shumë e zemluar dhe nuk po mendoja fare për Matej. O, zot. Ore, shiko, u bë shumë kohë që nuk po thoni me llafe të ndyra, E po pres rastin. Po çfarë rasti se? Na! O, jo. Figare se në shmente. Në shmente, që përë është kam? Si që kam? Nuk për i gjep. Është i se mu. Jepi Fredi. Nëse duhet pranuar që edhe Maria e luftoi Huçin në sa pak a shumë pa dashje. Tashti kanë mbetur vetëm 2 veta në grup. Ju edhe Lili. Unë unë jam i paserueshëm. Lili. Ha, Je sigur zemër që kur ka ardhur këtu ti ke përsëritur gjithçka. Po, me përjashtim vetëm të 2 fjalëve. Ju do thoni që 2 fjalë nuk janë kush e di se çfarë, po në fakt janë diçka. Po? Vërtet? Kur e bëra këtë? Vërtet? Kur e bëra këtë? Kur pyet e vënsonin vetëm një herë. Pi grek. Pi grek? Kur kështu? Pi grek? Kur kështu? Jo, e di unë këtë. Ndodhi në radhën tënde Venson, ku për të ngatërroni me shifra. Pa! A ka shumë të këtë fjalë? Pa! A ka shumë të këtë fjalë? Po sigurisht që ka rëndësi. Në rast se ti arrin të kujtosh se përse ja ke thënë vetëm një herë në atë moment dhe më pas ngadal ti e përsërit këtë rrethon, po ti ja ke dalë ti e shëruar. Beson vërtet? Po besoj, po edhe ti duhet besosh. Shumë në rregull? Në rregull. Sa të mirë që jeni të dy. Shë dy venje. Këtu mua. Cila gërm e alfabetit vjen mas gërmës J? K. Po ç'ishte kjo? Kujtë unë qishtë? Si do qoftë, 1 sekond nuk ka shumë. Po për sa herë të ka ndodhur kjo që prej 10 vjetësh? Asnjëherë. Po shikon, do të thotë ky sekond është një rreze. Shprese. Më kupton? Në rast se më kupton, më thuaj po vetëm një herë. Po. O zot, kjo është një mrekulli, sinqerisht është një mrekulli, jam i bindur që doktori nuk do ta kishte bërë kur më mirë se ne. O zot! Pa! Me gjithë këtë, jam e bindur që se i cili prej nesh do të largohet për në shtëpi, me shpresën e mirë që deri në një farmase e ka zgjidhur hallin. Sa po u lidha me doktorin. Po? Ai ka zbritur nga avioni dhe është duke ardhur. Kur tani me? Mirë, ndërrej. Ju kërkon shumë të falur edhe shpreson që ta prisni të gjithë. E ku është ai tani? Sa po hipi në taksi. Sa po hipi në taksi? Ai sikur të nisi tani do 2 orë gjysmë këtu. Po treni! Iku treni të la. Po mos! E po të laj tash. Mos po ju më tha që E po të thashun, po nuk të pritja, iku. Jo, kështu treguat. Yllë bote u tregova. Hajde, ku do shkosh? Po të thash me njërë në kish. Hajde, se do të shpirë shpirtit tënë ty. Unë në taksi? O jo, mos u shqetëso se nuk do të hap taksimetrin. More me shepe, do të qoj shpirtit tënë. A, vërtet, po sa i sjellshëm. Nuk do ta prisni doktorin. Këtë presëm doktorin, pram të presë? Jenë vetë ti? Ti do të presësh? Po. E po mirë, me që e prek tuaj, falemderit tuaj. Po, falemderit që serdhe tuaj, më ka thënë ai shoferi, ai taksisti, i Vënsonit. Patjetër. Thojni gjithashtu që unë isha kundër në fillim dhe pro në fund. Kurse nga unë do t'i thoni që nuk e ruaj fare për të.
Jo, një minutë, lere se do t'ja them vetë se unë do t'a pres. Çfarë do ta presësh prapë? Po do t'a pres unë pensionist jam, si në klub, si këtu. Një shkallë aty. Më falni, duhet paguar gjë? Sigurisht që jo, zënë. Atëre, si doni t'ju flakun gjikundi, mos u shqetësoni se lokali sot është gratis. Jo, faleminderit, unë kam një motor edhe 2 kaska, po çoj Lili në shtëpi. Si ka ndryshuar koha, Freda? Edhe unë kohë time kisha motor, po vetëm një kask më lejoni. Blanche, do visi? Faleminderit ka makinën time. Hajde, diq ke makinë. Fred, mirupafshim. Mirupafshim. Mirupafshim dhe faleminderit shumë Fred. Çiko po të lë tash vizitën. Vetëm po të them, nëse do kesh nevojë për taksi, mos u lodh se nuk do më gjesh kurrë të lirë. Apo të kesh nevojë të bisedosh me një mik, mbaj se është i njëjti numër. Hajde, mirupafshim. Faleminderit. E njëjta gjë është edhe për ju. Lil. Je shumë e mirë. Je shumë e mirë. Blanche. Bob. O yll. Kush është? O e bukra. Që ke këtu, Urdra. Faleminderit. Zanjush. Urdra. Jam shumë e lumtur që ju njoha. Jam shumë e lumtur që ju njoha. Edhe unë jam shumë i lumtur, i rus Lili. Era, viu. Sot në mëngjes, po, nuk njiheshim fare. Ndërsa tani jeni pjesë e jetës time. E njëjta gjë edhe për mua djalosh. Fred, më vjen keq që vetëm ju nuk e mundët do të huqin tuaj. Nuk ka gjë Blanche, edhe kaq sa thoni, mjafton. Mirupafshim. Faleminderit. Jezusi ka thënë, ndihmo veten, edhe Zoti do të ndihmojë. Mirupafshim Fred. Mirupafshim zanjush. Ikën. Doktor. Ishit fantastik. Këtu ke gjithë shënimet që mund të mbaj nga ky klub. Ju lutem i dak kilografoni dhe më dërgoni në zyrën e Vjenës. Patjetër. Doktor, grupi mirë, të paktën kështu më duk mua me ato pak gjëra që pash. I shkëlqyshëm. Është grupi më i mirë që kam patur deri më sot. Over here.